Trajneri anglisë Thomas Tuchel foli pas duelit ndaj Shqipërisë ku nuk i kurseu elozhet për kuqezinë. Në prononcimin e dhënë për mikrofonin e Supersportit, Thomas Tuchel tha: "Nuk ishte e thjeshtë, ishte një ndeshje e vështirë siç e kishim parashikuar. Shqipëria është e fortë, ka pësuar 5 gola, 4 ishin vetëm nga ne. Ka stadium të mirë, skuadër me cilësi dhe trajner të mirë. Skuadra ka bërë progres, ka mundësi për të bërë edhe më mirë. Jam shumë krenar për rekordin e 0 golave të pësuar. Është e mundur të shihemi në Kupën e Botës se kemi të gjitha mundësitë dhe kualitetet. Ishte e rëndësishme të shënonim golin e parë të ndeshjes. Morëm një avantazh të jashtëzakonshëm dhe arritëm ta menaxhonim", u shpreh Tuchel. Harry Kane ishte ai i cili vendosi fatin e ndeshjes mes Shqipërisë dhe Anglisë me 2 golat e tij në pjesën e dytë, por ai theksoi se nuk kishte qenë as pak e lehtë të arrihej një sukses i tillë në Tiranë. Ishte një ndeshje vërtet e vështirë, një nga më të vështirat që patëm në grup. Na u desh të ishim të duruar dhe të bënim pressing, gjë që e bëm dhe përfunduam me një fitore 2-0 dhe një tjetër rrjet të paprekur. Në pjesën e parë bëm goditje nga jashtë portës, pastaj kur hyri Saka, e dinim sa i mirë është ai në shtyllën e parë. Kështu që shkuam në shtyllën e parë, patëm pak fat me goditjen standarde, por për fat të mirë isha aty për ta devijuar. Nëse do të shkosh larg në çdo turne, të nevojitet një skuadër e tërë, të nevojiten lojtarë që nuk janë vetëm titular, që vinë nga stoli dhe bëjnë diferencën. Kështu është futbolli, nuk janë vetëm 11 që luajnë, djemtë hyjnë dhe bëjnë diferencën, tha Kane për ITV pas ndeshjes.